Një 58 vjeçar banues në Shkodër përfundoi në prangat e specialistëve të sektorit të qarkullimit rrugor pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë në prokurori u referuan materialet për një 45 vjeçar banues në Dragoç dhe një 68 vjeçar banues në Boks pasi u kapën pa leje drejtimi duke drejtuar motomjetet. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve nisën procedim në gjendje të lirë për një 21 vjeçar pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një sasi e dyshuar lëndë narkotike kanabis që u sekuestrua si provë materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedim penal për një 26 vjeçare për veprën penale të mashtrimit, pasi është kallëzuar nga një 39 vjeçar dhe një 36 vjeçar të dy banues në Itali se i ka mashtruar për transfertin e një shumë eurosh për sigurimin e lejes për qëndrim dhe punë në Shqipëri për vëllain e një shtetasi nga Nigeria. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për një 29 vjeçar, pasi gjatë kontrollit në automjet u gjet një dorezë metalike përforcues grushti që u sekuestrua si provë materiale. Një shtetas u procedua pasi u konstatua lidhje e paligjshme me energjisë elektrike, ndërsa në Velipoj një 42 vjeçare pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Në Puk u procedua një 57 vjeçar banues në Shkozë pasi është kallëzuar nga shtetasi 58 vjeçar me inicialet PP se i ka zaptuar një tok ar. Materialet për të gjitha këto raste i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.